Filmi i Louise Ailey dhe Chiara Titos. Konfirmohet data e publikimit në kinema. Louise Ailey dhe Chiara Tito, një nga çiftet më të komentuara dhe më të dashura të publikut shqiptar, kanë konfirmuar zyrtarisht se projekti i tyre më i ri, një film i shumë pritur, është drejt finalizimit. Pas muaj shpritje dhe aludimesh, dyshja njoftuan se filmi do të shfaqet për herë të parë në shkurt të vitit 2026. Lajmi është bërë publik përmes rrjeteve të tyre sociale, ku Louise dhe Chiara ndan një postim të shkurtër, por shumë domethënës, shkurt 2026 në kinema. Ky konfirmim ka ngjallur menjëherë reagime të shumta, si nga fansat e çiftit, ashtu edhe nga ndjekës të filmit shqiptar që presin të shohin çfarë historie do të sjellin dy protagonistët. Filmi, për të cilin çifti ka punuar prej kohësh në heshtje, besohet të jetë një ndër projektet më personale të tyre. Edhe pse detajet rreth skenarit, zhanrit apo kastës së aktorëve nuk janë zbuluar ende, burime pranë ekipit kanë sugjeruar se projekti përfshin elemente dramatike, romancë dhe momente të frymëzuara nga vetë eksperiencat e tyre të përbashkëta. Ky është herën e parë që Louise dhe Chiara sjellin një projekt artistik të përbashkët në formë filmi, duke ngritur edhe më tej profilin e tyre si figurat publike që nuk ndalen së befasuari audiencën. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.